Nga gdëndja në drut e elementet më të vegjël të kulturës dhe traditës shqiptare, rrëfyer nga Vasil Rakaj, përmes artit vizual, të gjitha vinë në një rrëfim të ndryshe. Nga ato që vetëm një studiuese si Zana Varvarica mund t'i pikas për t'ia rrëfyer më pas publikut, dhe ajo ja rrëfen përmes një monografie të re. Në libër janë përmbledhur të gjithë, po themi gjithë vishmëria e krimtarisë së Vasilit. Unë çdo mendim timin e kam dhënë aty në libër. Kam punu, dua t'i them Vasilit që kam qenë shumë komod, që kam punuar me një artist shumë tolerant, një artist që e mirë kupton studiuesin, sepse natyrisht duhet të dim të gjithë që ka një konflikt ndërmjet studiuesit dhe autorit, pasi autori ka mendimet e veta, pra skulptori ose artisti ka mendimet e tija dhe që nganjëherë nuk lëviz nga istikami atyre mendimeve, por natyrisht ne të dy bashkë gjetëm një gjuhë të mirëfillt, profesionale dhe të mirëkuptueshme. Pra i besuam njëri tjetrit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme kur një studiues ndërmerr të marrë përsipër dhe të shkruajë mbi jetën dhe krijimtarinë e një artisti. Nuk na shkon kur ndërmend se një ditë edhe ne, artistët e këtij vendi të vogël, do të kishim librat të tillë të personalizuar për kujtimet tona, për krijimet tona. Libri i autorës së nderuar Zana Varvarica Kuka, kushtuar skulptorit Vasil Rakaj, është më shumë se një studim. Ai është një dëshmi e një rruge të gjatë krijuese, ku arti nuk është vetëm formë, por kujtesë, identitet dhe shpirt. Për vetë artistin që bëri bashkë jo vetëm miq e koleg, por edhe dashamirës të artit vet, kjo monografi është një jehon që tregon rëndësinë e kulturës dhe identitetit të një artisti, ndonë se jeton përtej kufive. Jam përpjek gjithmonë të baj atë që më ka frymëzuar dhe frymëzimet i kam knej, por i kam edhe anej, e kur baj punimet në tema nga Amerika, përpiqem që po gjithmonë një motiv që ajo punë të ketë një identitet shqiptar. Vasil Rakaj për vite sheton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rikthimi i tij për këtë vepër ka rikthyer në vëmendje edhe vlerësimin për artin shqiptar që vjen nga përtej kufive.